Pse qeveria Rama 4 nuk ja heq imunitetin Belinda Ballukut, çfarë e frikson realisht pushtetin? Refuzimi ose zvarritja për heqjen e imunitetit të Belinda Ballukut, një prej figurave kyçe të qeverisë Rama 4, nuk është një detaj procedural. Është një akt politik me pasoja të rënda institucionale që ngre pikpyetje serioze mbi frikën reale të pushtetit përballë drejtësisë. Në një shtet ku sundon ligji, imuniteti nuk shërben si mburoj kundër hetimit, por si garanci kundër ndjekjeve politike arbitrare. Kur shumica parlamentare refuzon ta heqë atë, mesazhi është i qartë. Frika nuk është nga padrejtësia, por nga e vërteta. Frika e parë, precedenti. Heqja e imunitetit të Ballukut do të krijonte një precedent të pakthyeshëm. Nëse një zëvendëskryeministre dhe ministre e infrastrukturës përballet pa pengesa me SPAK-un, atëherë askush në qeveri nuk është më i paprekshëm. Zinxhiri i përgjegjësisë ngjitet lart. Narrativa e rasteve individuale shembet. Qeveria Rama e di se një precedent i tillë hap derën për të tjerë emra, sepse Balluku nuk është një figurë periferike, por një nyje qendrore e vendimarrjes ekonomike dhe infrastrukturore. Frika e dytë, dosjet që lidhen. Belinda Ballukut nuk është një ministre teknike. Ajo ka administruar projekte infrastrukturore me vlera miliardëshe, tendera strategjik, koncesione dhe PPP me impakt afatgjat në buxhetin e shtetit. Hetimi i plot i këtyre dosjeve nuk ndalet te një emër. Ai zbulon firmtar, vendimarrje kolektive, zinxhir miratimesh politike. Kjo është arsyeja pse frika nuk lidhet vetëm me Ballukun, por me efektin domino që mund të prodhojë një hetim i pakufizuar. Frika e tretë, rrëzimi i narrativës politike. Prej vitesh, qeveria Rama ka ndërtuar narrativën se drejtësia është e pavarur dhe ne nuk e pengojmë. Por refuzimi për heqjen e imunitetit e rrëzon këtë narrativ në mënyrë brutale, sepse pavarësia e drejtësisë nuk matet me fjalë, por me veprime konkrete. Kur shumica mbron një ministre nga hetimi, mesazhi është: drejtësia është e lirë, por deri aty ku lejon pushteti. Frika e katërt, përgjegjësia politike në maje. Belinda Balluku është produkt i drejtpërdrejt politik i Edi Ramës. Ajo nuk është emëruar rastësisht dhe nuk ka vepruar në vakum. Çdo hetim serioz do të ngrinte pyetjen e pashmangshme. Kush vendosi prioritetet? Kush miratoi projektet? Kush mbajti përgjegjësi politike? Kjo është arsyeja pse imuniteti shndërrohet në buroj për kryeministrin, jo vetëm për ministren. Frika e pestë, reagimi publik. Në një klinë mbushur me skandale, arrestime dhe hetime të zyrtarëve të lartë, heqja e imunitetit do të ishte sinjal i dobësisë politike. Qeveria Rama 4 e sheh çdo hap drejt llogaridhënies si humbje kontrolli mbi opinionin publik, jo si fitore për demokracinë. Çfarë tregon kjo për shtetin? Kur parlamenti me shumicë qeveritare refuzon t'i hap rrugë drejtësisë, ligji relativizohet. Morali politik zhduket. Imuniteti kthehet nga garanci kushtetuese në stre për paprekshmëri. Kjo nuk është mbrojtje e individit, është mbrojtje e sistemit. Përfundim. Qeveria Rama 4 nuk friksohet nga pafajësia e Belinda Ballukut. Friksohet nga hetimi i plot. Friksohet nga precedentet, nga dosjet që lidhen, nga zinxhiri i përgjegjësisë që ngjitet lart dhe nga rrëzimi përfundimtar i mitit se korrupsioni është përjashtim, jo rregull. Në një demokraci funksionale, imuniteti hiqet për t'i hapur rrugë së vërtetës. Në Shqipërinë e sotme, imuniteti mbahet për ta vonuar atë.